Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë me historinë e radhës. Do të ndalojmë tek historia e Vjosavës. Historia e Vjosavës është e shkruar me shumë dhimbje. Ajo rrihet nga qyteti i Vlorës, por e rritur në Itali. Ka shkruar trishtimin që ka kaluar në jetë dhe dhimbjen që ka përjetuar. Përshëndetje Tiranë. Po e ndjek gati çdo ditë kanalin tuaj dhe të përgëzoj për historitë të cilat i trajton. Historia ime është shumë e dhimbshme dhe vendosa ta ndaj, ndoshta për t'ju dhënë forcë të gjithë atyre që kanë përjetuar një ngjarje të tillë. Isha vetëm 19 vjeç kur unë u fejova edhe për brenda 2 vitesh jam martuar. U dashurova me shikim të parë, me një djalë që në momentin e parë kur më preku dorën më bëri për vete. Ishte një moment magjik, një moment që nuk e di a mundesha të përshkruaj një lumturi më të madhe se sa unë përjetoja në ato qaste. Çdo gjë më dukej shumë e bukur, çdo gjë më dukej shumë hyjnore. Çdo gjë më dukej, le të them, mbretërore, ndjesha një princeshë vërtet. Kur ai më trajtonte si një ëngjëll, kur ai më trajtonte si femrën më të bekuar të universit. Por unë nuk e besoja se këto gjëra do t'ishin vetëm një fytyrë e buzëqeshur ku brenda saj fshihej një gënjeshtër e madhe dhe një trishtim që mua do të më kaplonte më pastaj. Si origjinë ishte shqiptar, konkretisht ishte çam. Dhe familja ime ishin shumë të lumtur që vajza e tyre e bëri një përzgjedhje perfekte. Nuk shkoi në një italian, por u martua me një shqiptar. Gjyshja ime në Shqipëri u gëzua tepër, sepse këtë e kishte hall më të madhin të saj. Gjithmonë kur unë ikja me pushime, ndaç në ato verore, ndaç në ato dimrore, më thonte që vej gishtin mendjes dhe kur mos e bën një gabim, i joti është i joti. Në gusht, unë duhej që të martohesha. Po punonim shumë se babi do mbënte një dasëm shumë të madhe nga që më kishte gocën e tij të preferuar. Do bënim një dasëm dhe për nder unë përzgjodha që të vishja kostumin çam në respekt të bashkëshortit tim dhe familjes ku unë do të martohesha. Ishin momentet më të bukura tonat, ishin momentet më të lumtura tonat, ishin gëzimet më të mëdha tonat. Dasma zgjati 3 ditë, ashtu siç e do tradita, dhe 3 ditë isha pa gjumë. Zgjohesha herët, ikja te grimjeri, pas dite do bësha gati sepse në orën 5 do vinin që të më merrnin, dhe ishin emocione të papërshkrueshme. U martova dhe me një herë në muajin shtator, si të gjithë gurbeqarët, edhe ne ikëm drejt Italisë. Këtë herë jo për të shkuar tek apartamenti ku unë isha rritur, po për të shkuar tek shtëpia që mua më priste, me mendimin tim gjithmonë që më priste me duart hapur. Dita e parë ishte një ditë e sikletshme, sepse unë duheshte të ambientohem aty që do të jetoja për gjithmonë. Vjera ime ishte menaze dhe në shumë gjëra ishte kundër nesh. Debati i parë ka nisur me një herë që në ditën e dytë të martesës. Kur unë i thash bashkëshortit tim se duhet që të dalim pasi që më duheshin ca gjëra për të blerë, sepse në darkë do na vinin njerëz për darkë. I me vjerë u kthye me të keq duke më thënë që nuk duhet ti të vendosësh për ato gjëra, jam unë kapedani i shtëpisë edhe unë e di se çfarë po bëj. Në fakt nuk fola. U befasova sepse në familjen tonë veprime të këtilla nuk ishte patur. Javën e parë edhe të dytën vetëm po heshtja, se nuk e kuptoja dot se çfarë po bëhet, dhe ndjeja veten një çik si të tepërt edhe thoja që unë i pas kam penguar në shtëpi. Im shoq nuk po reagonte hiç, edhe çdo gjë i dukeshte më se normale,
sepse ato ishin mësuar të jetonin atje të prishja e njërit e prishja tjetrit. U bë muaj i parë, u bë muaj i dytë. Aty të gjitha gjërat ishin shumë të çuditshme. Dreka duhej të gatuej në orar të veçantë, mëngjesi duhej gjithë së bashku, darka po ashtu, domethënë ishin ca rregulla të paimagjinueshme dhe të gjithë jetonin në një presion jete. Pas 4 muaj martesë, Vjera më ka thëritur në dhomën e ndenjës dhe më thonte që ti je shumë e egër. Në shtëpinë tonë duhet vetëm të buzëqeshësh dhe të dhurosh dashuri. Edhe hajde bëjeni më një fëmijë se çfarë po prisni. Kur unë shkoja të dielave tek i mat, i thoja mamit se gjërat më duken të pazakonshme, por mami më thonte që martesa kështu e ka, dhe me Vjerë duhet të sillesh e urtë, mos na e merr fytyrën. Mami këtë siklet kishte gjithmonë. Pas tentimeve që bëm me burrin për të mbetur shtatzën, unë nuk po mbesja dot. Kaloi një vit nga martesa dhe ne rezultuam që nuk kishim fëmijë, por unë nuk e quaja diçka dramatike sepse isha shumë e re dhe thoja që gjatë viteve që do vinin ne do bënim fëmijë. Por burri bënte shumë presion, sa që ndonjëherë edhe më godiste kështu si me shaka, por nuk e merrja si të mirëqen këtë gjë. Kaluan 3 vite martesë dhe ne nuk po bënim dot fëmijë, ndërsa presioni, grindjet, ofendimet e moralit tim po bëheshin më të pranishme se çdo gjë në këtë familje. Ka qenë natë e hënë, kur bashkëshorti im erdhi i pirë tap në shtëpi. Nuk e kuptoja se çfarë po ndodh. Kishte qenë me shoqëri. Nuk më jepte argumente, nuk më jepte asnjë lloj informacion se çfarë po bëhet me jetën e tij, siç i merrte lekët ashtu dhe i prishte dhe më thonte gjithmonë që unë do ta bëj një fëmijë dhe do ta sill në shtëpi. Këto probleme i kam darë vetëm me motrën time, nuk doja që prindërit e mi të mërziten. Atë natë ka ardhur shumë i dehur edhe më ka godit, por edhe më ka rahur sa që më ka dalur edhe gjak nga hunda. U zgjua nesër nga gjumi dhe më kërkoi falje, dhe më thonte që isha i dehur dhe nuk e kuptoja se çfarë po bëja. Ndërsa Vjera ime po plaste nga inati përse burri më kërkon falje. Një burr në asnjë mënyrë gruas nuk duhet i kërkon falje. Ditët po kalonin dhe unë po kaloja të mere pafund, por sipas tyre duhet ta përballoja. Vjera ime sillej shumë keq, derisa dhuna u bë më aq normale se gjithçka në familjen tonë. Unë vendosa që të divorcohem, baba im ishte kundër eptësisht sepse ai nuk dinte asnjë gjë, ndërsa nëna ime dinte pak e shumë nga motra. Kur unë u largova nga shtëpia, burri më erdhi 3 herë tek baba im për të më lutur. Edhe unë i thash për çfarë të vi më tek ju, për të më rahur, për të më krijuar rëndesa shpirtërore, për të më krijuar emocione të pashpjegueshme. Im shoq më thonte që ti aty e ke vendin dhe ti je nusja e asaj shtëpie dhe duhet të kthehesh. Unë nuk u ktheva. Baba i mori në frak nga kjo gjë, sepse ballafaqoheshte me një situatë që gjatë gjithë jetës më kanë mësuar që mos bëj gabime të këtilla. Pas një viti ne u divorcuam me shumë grindje, me shumë emocione, domethënë ajo dashuria që ne e kishim për njëri tjetrin u kthye në urrejtje dhe në armiqësi. Dhe për 6 muaj pas ndarjes me të, unë u lidha dhe u dashurova me një djalë tjetër. Ky djali është nën italiane dhe baba shqiptar, por ka një kulturë të mahniqme. Me këtë po bëj një vit që jam e martuar dhe jam shumë e lumtur. Unë jam shtatzën dhe tashmë kam marrë lajmin ka vetëm 5 javë. E gëzuar dhe shumë e kënaqur. Këtë historinë time e rrëfeva për t'ju thënë të gjitha atyre njerëzve të cilët bëjnë trysni në martesat e tyre që mos e përdorni urrejtjen dhe inatin dhe mos i bëni gjërat me zor. Fëmia do të vijë kur Zoti do ta bëjë kismet dhe kur Zoti e din. Dhe andaj dua të ndaj këtë histori. Nuk e di më se çfarë bëhet me burrin tim të parë, por dua t'i falenderoj burrit tim për dashurinë, për respektin dhe për lumturinë që po më krijon çdo ditë. Je çdo gjë e bukur që un kam në jetë bashkë me Vjerën time. Kjo ishte historia e Vjosavës, e cila ka ndarë trishtimin e saj, ka ndarë dhimbjen e saj dhe urrejtjen.
Unë dua ta mbyll këtë histori duke thënë që jetoni duke dhuruar momente të bukura, mos jetoni duke bërë presione, duke bërë kërcënime tek partneri juaj.